Lideri i opozitës Ali Berisha u paraqit këtë të hënës pak në zbatim të masës detyrim paraqitje të vendosur ndaj tij. Në prononcimin për gazetarët, pasi la ambientet e prokurorisë speciale, Berisha lexoi mesazhin që i la i shkreu të Spakut Altin Dumani. Altin Toplinit, armikut primitiv të pluralizmit politik, mercenarit të Edi Rams dhe Partisë së Krimit, avokatit të Irenës me 5 mbiemra, drejtësia vonon, por nuk harron. Kryedemokrati denoncoi skandalin se si Altin Dumani ka firmosur 16 kërkesa për hetimin e Berishës dhe mbesave të tij 4 vite para lindjes së tyre. Këtu keni një listë kërkesash firmosur nga Altin Troplini për 16 institucione për të hetuar mbesat Sali Berishën dhe mbesat e tij edhe 4 vite para lindjes tyre. Vetëm në kërkim të zbatimit të urdhrit të Edi Rams, i cili tha se skapi duhet të hetoj dhe të ndëshkoj Sali Berishën. Ata brenda një dite kanë dërguar hetim 30 vjeçar. Berisha hodhi akuzat forta për fabrikimin e dosjes Partizani, ku publikoi 35 falsifikimet e Altin Dumanit, Arben Krajës e Enkeleda Milonait, të cilat janë dokumentuar në librin Procesi politik i liderit të opozitës dhe pronarëve legjitim të Jam Arbër Maltezit. Ju do gjeni 35 falsifikime të falsifikatorëve Troplini, Irgjelati Sigurimit Shtetit Kraja dhe ndrikulla e kartelit të drogës të Elbasanit Enkeleda Milonaj janë të rrjedhshtuara me faktet pakundërshtueshme 35 falsifikime, se cili prej tyre përbën krim në procesin e dosjes Partizani. Akuzat lideri i opozitës nuk i kurseu ndaj gjyqtare Sirena Gjoka, e cila sipas tij ka fshehur pasurinë, konkretisht një apartament në Fier dhe 2 garazhe në Tiranë. Ai tha se Gjoka ka kryer krim dhe meriton disa vite burg, por po mbrohet nga Altin Dumani. Sirena me 5 mbiemra nuk ka deklaruar apartamentin me sipërfaqe 62.65 m2 në Fier. Ka fituar, natyrisht se është shoqi e ngushtë e lindës së Surrelit, kur është kap mat me mashtrimin, ka thënë e harrova. Ka apartamentin tjetër në Tiranë, me sipërfaqe 66 metër. Njëherë thotë e bleva me 10.000 euro dhe pastaj këtë çmim e rrit në 22.000 euro. Nuk ka treguar burimin e parave që u ka marrë rishfet klientëve të saj. Ka fshehur 2 garazhe në Tiranë. Vetëm me këto meriton disa vite burg për fshehjen e pasurive. Përballë skandaleve që kanë përfshirë vendin, Berisha tha se vetmja zgjidhja është kryengritja paqësore e opozitës, që siç theksoi ai, do të rrëzojë regjimin.